Botërori i parë që ishte në 2010-ën, e nisa me këmbë barë që fituan me Hollandën finale, dhe i mbështes përsëri në këtë botëror, që është botërori i 5 që i shikoj. Jam tifoz i Spanjës, për lojën e bukur që kanë taktikisht, edhe që bëjnë atë tiki-takën e famshme, domethënë. Nuk e ka humbur kurrë atë, domethënë, tiki-takën që nga botërori 2010 që kam ndjekur deri më sot. Ke qenë tifoz i Barcelonës për shkak të lojtarit të Lionel Mesit? Po, mbështes dhe Argentinën, po. Edhe Argentinën, po, normale, nëse ikën në Spanja. Ke një listë që mund t'i kategorizosh si rivale, po themi, dhe mund të shkojnë larg së bashku me Spanjën, patjetër natyrshëm. Po, shoh Francën, Anglinë dhe Brazilin, domethënë. Franca, Angli, Brazil. Po, i shikoj domethënë si konkurrente, dinjitoze për botërorin. Por për mendimin tim, këtë botëror mund ta fitoj kushdo. Thjesht ekipi që do gaboj më pak, do ta fitoj. Edhe për mendimin tim, ekipi më i nënvlerësuar